Policia e Lushnjës ka kapur dhe ka vënë në pranga autorin që plegosi rënd me mjet prerës dhe kushëririn e tij pas një konflikti për motive të dobta. Sipas njoftimit të policisë, shërbimet e komisariatit të policisë Lushnjë arrestuan në flagrancë shtetasin YY, 60 vjeç banues në Lushnjë, për veprën penale plagosje rënd me dashje. Ditën e djeshme në lagjen Loni Dhamo Lushnjë, ky shtetas dyshohet se pas një konflikti për motive të dobta, ka goditur me mjet prerës thik kushëririn e tij shtetasin FY, 71 vjeç. Si pasojë e dëmtimeve të marra, 71 vjeçari u transportua në spitalin e traumës dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Falë reagimit të menjëhershëm të shërbimeve të policisë, u bë mundur kapja dhe arrestimi në flagrancë i autorit të dyshuar, si dhe sekuestrimi i mjetit prerës thik të përdorur gjatë ngjarjes. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprimet të mëtejshme. Mëngjesi sotëm e gjeti fshatin vidhisht të Roskovecit të zhytur në heshtje. Rrugët janë bosh, ndërsa banorët ecin me kokën ulur drejt banesës së familjes Plaka, ku janë hapur dyert e mortit për 2 viktimat e tragjedisë që tronditi jo vetëm këtë komunitet, por mbar vendin. Dhimbja lexohet në fytyrën e çdo banori. Askush nuk gjen fjalët për të përshkruar atë që ndodhi në orët e para të mëngjesit të së premtes. Me lot në sy, të afërm dhe fqinj kujtojnë çiftin e bashkëshortëve si njerëz të qetë, punëtor dhe të respektuar nga të gjithë. Sot familjar, miq dhe banor të shumt u dhan lamtumirën e fundit 2 bashkëshortëve në ceremoninë martore që u zhvillua në orën 11 në varrezat e fshatit. Një përcjellje mes dhimbjes së madhe dhe lotëve ku një komunitet i tërë u bashkua për të nderuar kujtimin e tyre. Ndërkohë ceremonia martore për autorin e ngjarjes është planifikuar të zhvillohet para ditën e së dielës. Ky vendim është marrë për të shmangur çdo përplasje apo tension pasi të dyja familjet jetojnë në të njëjtën zonë dhe ceremonitë zhvillohen në të njëjtën varrezë. Në vidhisht sot nuk dëgjohen zëra fëmijësh dhe as bisedat e zakonshme të banorëve. Ka vetëm heshtje, dhimbje dhe lot, ndërsa një fshat i tërë përpiqet të përballet me një nga ngjarjet më të rënda që ka përjetuar ndonjëherë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kërkoi ndihmën e qytetarëve për të bllokuar projektin e Partisë Socialiste për hartën e re territoriale. Pasi socialistët refuzuan të zgjasin mandatit komisionit të posaçëm, kundër përgjigjja e Partisë Demokratike është protesta. Edi Rama bën gjithçka për një konfrontim dhe unë ftoj qytetarët që këtë reformë kaq të rëndësishme për komunitetet e tyre të mos e lanë në duart e Edi Ramës, por të bashkohen me kryengritjen e përgjithshme popullore në Tiranë, gjerë në largimin e tij. Por a do futet Partia Demokratike në zgjedhje me ndryshimet që vendos mazhoranca? Berisha ju kërkoi mbështetësve të bëjnë pak durim. Po ndërsa Berisha po planifikon agendën e protestave, kryeministri është vënë në lëvizje si të shuajë një tjetër atë të flamingove. Ne do të riformulojmë agendën tonë në funksion të zgjedhjeve të ardhshme, në funksion të suksesit të protestës dhe të largimit të Edi Ramës. Ju pat aty një dyftyrsh, një cinik dhe një njeri të falimentuar. Njeri që ignoroi totalisht kërkesat e ligjshme të protestuesve nga cilat e para është Edi Rama jep dorëheqjen. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha beson se protesta e bulevardit e ka plagosur Ramën, ndaj i kërkoi demokratëve të dalin masivisht në shesh për rrëzimin e kryeministrit. Franca dhe Spanja po përballen me valën më të rëndë të zjarreve në historinë e tyre të fundit, ndërsa mbi 250.000 persona janë detyruar të largohen nga banesat. Flakët vazhdojnë të përhapen me shpejtësi për shkak të temperaturave të larta, thatësirës dhe erave të forta, pavarësisht angazhimit të qindra zjarrfiksëve dhe mjeteve ajrore. Në Francë, autoritetet kanë evakuuar rreth 197.000 banor në zonat pranë Bordeaux, ku ka rënë edhe zjarri më i madh i regjistruar ndonjëherë në vend. Vetëm në gadishullin Cap Ferret janë larguar rreth 44.000 persona, shumë prej tyre me mjete lundruese, ndërsa mbi 50 banesa janë shkatëruar. Presidenti Emmanuel Macron ka urdhëruar angazhimin e ushtrisë dhe ka kërkuar ndihmë nga Bashkimi Evropian për përballimin e situatës.
Edhe Spanja po përjeton një emergjencë të paprecedent. Mbi 70.000 banor janë evakuar nga zonat në perëndim të Madridit, ku 2 vatra të mëdha janë bashkuar në një zjarr të vetëm që autoritetet e konsiderojnë aktualisht të pamundur për të vënë në kontroll. Kryeministri Pedro Sanchez deklaroi se prioritet absolut mbetet shpëtimi i jetëve dhe mbrojtja e zonave të banuara, duke paralajmëruar se orët në vijim do të jenë vendimtare për shkak të errave të forta. Në Francë janë angazhuar rreth 1.000 forca ushtarake dhe një avion transporti ushtarak i pajisur për hedhjen e lëndëve kundër flakëve, ndërsa Bashkimi Evropian ka dërguar avion zjarrfikës në të dy vendet. Deri tani rreth 22.000 hektar janë djegur në Francë, ndërsa vetëm në provincën Guadalajara në Spanjë flakët kanë përfshirë rreth 32.000 hektar.